Pjesa e dytë, dashur miq, mos harroni këshillën që ju jap gjithmonë në fillim pjesës dytë. Ajo quhet Electric Cars Albania. Kilometri i dytë aty ke Tegu, modelet më të mira, por sot kam ardhur t'ju flas për modelin dytë. Si Lion 05, 06, 07. Mos nguroni, shkoni atje, bëni tuaj një makinë elektrike siç kemi bërë pjesa më e madhe e grupit këtu. Ndërkohë, sepse ja vlen. Makina elektrike është vetëm Electric Cars Albania, mos u allakasni poshtë e lartë. Këtu gjeni modelet e dura. Dhe një tjetër mik special e kemi në lidhje Skype në këtë moment, Dagzin, mikun ton special nga Prishtina. Ja ku qeka. Hej Dax, mirëmbrëma. Përshëndetje, jeni, si po kaloni? Mirë, faleminderit. Ju përshëndet, Në pjesën e Në pjesën e parë, në fakt ne folëm shumë edhe për Kosovën. Çfarë përshtypjesh të kalon Kosova? Të thonë drejtën Kosova për momentin, pas një gjë që shihet janë një grup shumë i mirë, e ka një harmoni shumë të mirë, se unë edhe i njoh shumicën personalisht dhe e di se çfarë flitet dhe kështu se çfarë raporte ka me vetë, është një harmoni shumë e mirë, një gjë që është shumë e rëndësishme për çdo ekip, sidomos për përfaqësuesës të Kosovës, me që shumë këmbëtarët shqiptarisë ashtu edhe përfaqësuesët të Kosovës takohen rrallëve, nuk është që ka ndaj shoqëni ose ndaj miqësi të përditshme, po e rëndësishme është që këto takime këto mbledhje të kombëtarës dhe të përfaqësuesve të Kosovës janë një harmoni të bukur, edhe vjen edhe bine dhe rezultatet e këta. A keni ndonjë lojtar të preferuar apo ende? Po ka preferuar tash. Ose dikë që ti e ke shok? Shoku kemi të gjithna. Cili do që fillon, sidomos në përfaqësuesët e Kosovës, cili do që ka startuar në ndeshjet e fundit, në një farë mënyrë kena relata shumë të mira, kena shoqëni, kena një miqësi shumë të mirë, nëse do edhe të jemi jena dihet, jena për shumë sportdashës dhe sidomos futbollin e bëjmë shumë, edhe na ka lidh këtë dashuri. Tani ne në Tiranë themi bab çunash, ti si bab çunash je. Nëse fëmijët e tu do të bëhesh futbollist, me cilin ekip do luanin, me Shqipërinë apo Kosovën? Kjo është pyetje shumë në vend, fillimisht shpresoj që të bëhen për me lidh për njënën ndryshime, që uroj shumë të këta dyshimrat e mi dalen njënën e dyshime futbollerë ose të jo dhe të dytë, po unë e kam një ide ndryshe, veç pak se u diskutu tema edhe filloj me udhëritur telefonin se temë ndihme. O zotri, do të pyesësh, e para herë do të pyesësh Rezi Shkiron për këtë, mos ta bësh përgjigjen para kohës se u nxitove. E dyta punës, ne të presim kemi në Tiranë ty bashkë me Enxhë dhe ngelet në Prishtinë, kur do vini këtej? Dëgjo, Manush, ende përgjigjet për veten, kur ta merrni, unë përgjigjem për vetën time, kështu që dhe të kemi ide të ndryshme, në ashtu edhe përbashkët apo se ditë se kanë dytë merë se për këtë lojë këtu ato në këtë futbollera. Jepi, për këtë lojë, jepi. Nuk më duket shumë futbollera i modi, nuk e di, nuk e kemi mendu. Ti e ke kollaj se çon një andej një këtej. Dags. Po. Kë pret në një rival që mendon për Kosovën është i superushëm, i kalushëm, i ngrënshëm. Me tonë drejtën të rundi i parë, menoj që kalushëm si për Kosovën edhe për Shqipërinë janë të 4 ekipet. Te rundi i dytë është pak më i ndihshëm, domethënë nëse kemi Italinë që është Italia, domethënë ka nëse nuk ka kualitet të mjaftueshëm, ka si të thënë tash e ka të përvojën se Italia është domethënë një kombëtare që kur bëhet puna serioze, janë serioze, edhe dim gjithë që mund të mos luaj mirë në rrugë, po kur vjen puna te ato ndeshje vendimtare Italia është goxha e vështirë. Edhe Turqia është e mirë, mendoj që nëse do gabojë Polonia edhe mendoj që te Polonia mund të kalu si Shqipëria si Kosova nëse veç kemi fat. Ej, Dax, të falenderojmë, por duam ato premtimi se të prisim në studio sot. Nuk e di çfarë impenjimesh papritur të dolën që nuk na erdhe. Të presim na ke një borxh këtu në studio të procesit sportiv. Kur doni, me të drejtën për sport nuk përdoj heq edhe kohë fundit nuk po ndjej vetëm më shumë si sportist ose artist ose DJ. Jam gjithkanë në mod në emisione sportive, po e bëj me shef. Jam një dashamit i futbollit, që kur doni, kur ti shef, aty jam. Për qafime nga Tirana,
ty dhe familjes tënde simpatike dhe Angeli. Faleminderit Dax. Faleminderit, kalofshi shi bukur. Natën e mirë. Ciao. Ore se Daxi, mikun tonë e njohim gjithashmë më tifoz, po më shtiu në mendje tani ca emra, se harrova që aty është edhe Italia dhe Turqia ke këto më burr. Ato janë një vazopar, po. Pasit kalojmë ti thua, pasit kalojmë të... Po kalojmë play-off-in e parë, pastaj mund të ndeshme me Kalosh dhe ka vazopar, se do të ketë më të vështirë ndeshjen e parë se ndeshjen e dytë. Tani Francesco do thotë, po ti shkove direkt ke vazopar, pritje. Ta saksojmë që nuk kemi në botërore. Çfarë do bëj? Hajde marrë nga një opinion tani se Francesco, çfarë do bëj? Tani unë shkreta kam marrë gjithë ato mesazhe, më thon, ti ke qenë tersi bros. Po ç'i kam bërë unë? Se ai dhe para se të... Mbi 20 mesazhe. Më mirë se ishte kanë ata thonë me gallat se di që ti e do atë po. Çfarë ndodh me Brojen? Edhe në aspekt sportiv. Do të thënë, unë besoj që është e miksuar. Po jo, ky dëmtimi i kështu se ky dëmtimi do i dhe shpjegimi tani. Mos nuk vjen herë dytë kjo. Mos është pak mbi pesh, nuk e di tani se. Jo, nuk vjen rastisht. Për mendimin tim Broja ka dy probleme. Para është psikologjik, që për mendimin tim i ka ardhur si pasojë dëmtimeve që i kanë të zgjatur, dhe kam përshtypjen ose edhe ndonjë faktor tjetër që neve se dim, sepse ai ka dhe jetë private, ka dhe nuk e dim, plus dhe pjesa tjetër është që Broja akoma nuk e ka kthyer veten e vet në 100% e tij në aspektin fizik. Dhe duke pasur këto të dyja që paktën si shofu nga jashtë, mendoj që pastaj vjen edhe këto problematika si e tha dhe Francesca, që ai thjesht u dëmtua pa kontakt. U dëmtua sepse trupi ti dhe ja ta shohim çiklen të lutem, me një plan par prap të lutem. Po Ervin, duket sikur i ka ikur, nuk i duket që ka ikur. Ato ndodhin kur trupi jot nuk është në 100% tënd. Nuk ka raport mjekësor, ne nuk dimë është dëmtuar apo jo. Jo, s'kishte. Faka ja, mund të shtojmë problemeve të Brojës, po ta quajmë probleme. Domethënë, ju i përmendut me drejt. Ti shtojmë edhe faktin që të paktën ekipin kombëtar, se nuk po them tek Chelsea apo tek Burnley, domethënë ku ai nuk arriti dot të gjente një vend formacion. E në ekipin kombëtar ai luan jashtë pozicionit. Jo, ka të djathtën. Jo të majtë, të djathtën. Ti jeni sinqert, unë Brojen për nuk është ky problemi thelbësor i tij sot, por në ato që ju renditët, po shtoj edhe këtë. Ndoshta mund të... Pozicioni Redi duhet ta dim, nuk e di ka qenë atë Redi trener, ka qenë trener 21-shit kur ka ardhur Broja apo jo? Jo, atëherë Broja kur ka ardhur në fillim me ekipin U21, që mua më ka habitur. Me unën ka luajtur, me unën metën. Me 19 apo 21? Me unën metën ka filluar lundë ansor i djathtë. Më ka habitur në atë pozicion, në këtë pozicion që ai luan sot. Çfarë aspekti ka habitur? Më ka habitur për mirë. Aty kam parë për të parë dhe kam thënë. Aty ka luajtur deri pa 2 vjet aty ka luajtur. Ky lojtar ka menduar që Chelsea do jetë minimumi për atë. Ashtu si kam parë unë atëherë. Po mirë, të gjithë e menduam këtë. Edhe pati shpërthimin ai. Jo, ideja është që nuk është për mendimin tim pozicioni. Se pozicioni ty mund të uli pak në atë që ti jep.